Nga pagesa e fajdës për personat e tjerë, në pamundësi që të paguajë këtë obligime, është detyruar të blejë nga i pandehuri një veturë të markës BMW X6 ngjyrë bardhë e padoganuar me çmim prej 86.000 euro. Mirë po të njëjtën menjëherë ja ka shitur të pandehurit me çmim prej 67.000 euro, të cilat para i ka marrë në dorë kesh, me të cilat para ka paguar fajdet tek i pandehuri Sali Sinani, duke i shkaktuar dëm të dëmtuarit prej 19.000 euro. Si që përshkruan prokuroria, ndërmarrja u mbështet në disa akterë të përfshirë në këtë rast. Në krye të listet në këtë akt akuz është ish kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë dhe ish noteri Isak Ademi. Bashkë me të është i akuzuar edhe avukati Avni Maxhuni dhe 2 pronarë të autosalonit, Royal dhe Alberti. Po çka pretendon prokuroria që kishte ndodhur në zyrën e noterit Isak Ademi? Sipas dosjes me datën 9 nëntor 2013 në zyrën e noterit ishin përfiluar disa kontrata me të cilat pronarët e një objekti në ndërtim i kishin shitur avokatit Avni Maxhuni 6 banesa. Tutje kontratat ishin anuluar, ndërsa avokati kishte marrë një autorizim të përgjithshëm që të shiste 6 banesa të familjes së viktimës. Dosja pretendon se avokati tutje me autorizim i shiti banesat, parati mbajtin e kontot e tij e më pas të njëjtat i dorëzoi në kesh tek pronari i autosalonit Alberti, Skender Bajrami. Po çka kishte ndodhur para se të shiteshin banesat? Dosja e prokurorisë pretendon se ky veprim kishte ndodhur për të ndihmuar Skender Bajramin të realizonte fajden. Sipas prokurorisë, pas shitjes së banesave, avukati Maxhuni parati kishte dorëzuar tek Skender Bajrami, tek i cili viktima kishte marrë disa makina. Skender Bajrami përshkruhet në akt akuz si pronari i autosalonit Alberti. Edhe në ARBK, autosaloni figuron në emër të tij. Sipas dosjes, Bajrami i shiti 4 makina të shtrejta viktimes me çmime të larta. Makinat u riblen nga vet Bajrami me çmime më të ulta, me para kesh, pa u lëvizur fare nga autosaloni. Në këtë skem, viktima krijoi obligime të larta, ndërsa arrinte të marrte shumat e keshit, të cilat i përdorte për pagesat e fajdeve. Nga pagesa e fajdës për personat e tjerë, në pamundësi që të paguajë këtë obligime, është detyruar të blejë nga i pandehuri një veturë të markës BMW X6 ngjyrë bardhë e padoganuar me çmim prej 86.000 euro. Mirë po të njëjtën menjëherë ja ka shitur të pandehurit me çmim prej 67.000 euro, të cilat para i ka marrë në dorë kesh, me të cilat para ka paguar fajdet tek i pandehuri Sali Sinani, duke i shkaktuar dëm të dëmtuarit prej 19.000 euro. Edhe pika 2 e akt akuzës e ngarkon Bajramin për shitjen e blerjen të së njëjta veturë e madje në të njëjtën kohë duke dalluar vetëm çmimi. Siç e përshkruan akt akuza, Bajrami ka shitur me letra veturën 75.000 euro, e të njëjtën më pas e ka blerë me para kesh 29.000 euro me lirë. I dëmtuari G.Sh, pronari një ndërmarrje hotelerie për shkak të vështirësive financiare si pasojë e pandemisë nga virusi COVID-19, si dhe nga obligimet nga pagesat e fajdës për personat e tjerë, në pamundësi që të paguajë këto obligime është detyruar të blejë nga i pandehuri një veturë të markës Taureg për çmim prej 75.000 euro, mirë po të njëjtën menjëherë ja ka shitur të pandehurit me çmim prej 46.000 euro, të cilat para i ka marrë në dorë kesh, me të cilat para ka paguar fajdet tek i pandehuri Sali Sinani, duke i shkaktuar dëm të dëmtuarit prej 29.000 euro. Pika 3 e akt akuzës, Bajramin e ngarkon se ka blerë vetura me ndërmjetësimin e të dyshuarve të tjerë për fajde, të cilët kanë ndërmjetësuar që veturën e vlerës 30.000 euro e ka shitur në autosalonin Alberti me çmimin prej 14.000 euro. I dëmtuari S.B, pronari një ndërmarrje për shkak të vështirësive financiare si pasojë e pandemisë nga virusi COVID-19, si dhe obligimeve nga pagesa e fajdës për personat e tjerë, në pamundësi që të paguajë këto obligime është detyruar që të blejë një veturë të markës Mercedes me çmim prej 30.000 euro, mirë po të cilën me ndihmën e të pandehurit Sali Sinani e ka shitur në autosalonin Alberti me çmim prej 14.000 euro, nga i pandehuri të cilat para i janë paguar në dorë, kurse i dëmtuari ka pësuar dëm pasuror në shumën prej 16.000 euro. Pika 4 e akt akuzës e ngarkon Bajramin se për borxhin prej 65.000 euro të cilën nuk ka arritur ta paguajë me kohë, borxhi ishte rritur. Pas disa ditësh, i dëmtuari është njoftuar se borxhi ka shkuar në 200.000 euro. I dëmtuari F.K ka blerë një veturë të markës Audi A6 me çmim prej 28.000 euro, të cilën e ka paguar në tërësi, mirë po pastaj të njëjtën e ka ndërruar me një veturë të markës BMW X6 në vlerë prej 80.000 euro. Mirë po ka mbetur borxhi i dëmtuari për t'i paguar edhe 65.000 euro, mirë po borxhi nuk ka arritur ta paguajë me kohë, kështu që pas disa dite e ka njoftuar se borxhi është rritur në shumën prej 200.000 euro.
për të cilin Borçi, dëmtuari dhe nëna e tij janë detyruar që me datë 9/11/2023 të lidhin kontratë para noterit për shitblerjen e 6 banesave, me të njëjtin çmim prej 200.000 euro në të cilën kontratë është paraqitur Avni Maxhuni. Vlera e tregut e banesave ka qenë rreth 300.000 euro. Gjithashtu të njëjtën ditë kanë lidhur një prokurë gjenerale te noteri, që F.K dhe S.K e autorizojnë Avni Maxhunin për shitblerjen e të njëjtave banesa. Për ta sqaruar situatën e kemi kontaktuar me avokat e akter të kësaj ngjarje. I kemi kontaktuar për të marrë qëndrime nga ta. Driton Muharremi mbron të akuzuarin Isak Ademi. Ai në një deklaratë për emisionin ton ka thënë se këto veprimtari zhvillohen tek pothuajse secili noter. Alo, përshëndetje avokat. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej kallxo.com. Thirra në lidhje dashna me marrë një koment prej teje ose edhe prej Isak Ademit në lidhje me aktakuzën e prokurorisë themelore në Ferizaj. Kë pas ka një aktakuzë ku janë edhe 3 të tjerë bashkë me to për fajde, dyshimet për fajde që janë. E a kështë mujt ose me na fol kamera qysh mi a bo që me marrë një koment për anës ju? Ti der pa fol me kryetar, se kom pas kryetarën në gjithë për para. A i Isakën. Pa fol me Isakën edhe me këshyr me fol me të, se s'po vje keq është pa fol me të. Kena arsye për mu pronën se e ka fut këtë prokurore, e ka akuzu për diçka që është edhe së është e ditshme. Që në gjatë se ka kuptu edhe natyrën, apo me ditë që apë tjone. Hajte po folione me të. Në ndërkohë, ne kemi kontaktuar dhe të akuzuarin e dytë Avni Maxhuni. Ai akuzohet se i ka shitur banesat dhe parat i ka dorëzuar tek Skender Bajrami. Maxhuni ka përmendur se në atë kohë nuk ishte avokat, por ishte një agent i shitjes së banesave. Përshëndetje ndëru. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po thras prej kallxo.com. Deshta me marrë një koment në lidhje me që aktakuzën e prokurorisë së Ferizajt që ju jeni pjesë e saj në mesin edhe 3 tjerëve. Unë e di që s'ka kush e sot, se aktakuzë që ka bëjë prokurorin është Qesharak. Jesh i bindur është jashtë çdo dispozite ligjore që ka parë me ngritë këtë aktakuzë ndaj noteret meje edhe ata të tjerë që s'u njoh. Polë të dëmtuara që janë aty për ta komponuar kanë qenë shumë mirë njështë muë, falenderuese, gjithçka që ju kuptimu për çështje realizimit të shitjes së banesave edhe më në fund kur ka besa jam të rëndit. Edhe unë jam avokat në profesion, një kjo është për mu shqetësuar sa çfarë po ndodh sot në drejtësinë tonë që me votis, të shumë që ka të I nderuam këtu po thët se ju i keni bë kontratat njëri një autorizu, mas ne e keni prish autorizimin, a është e vërtet? Po, autorizimi është prish, nuk është vepruar me autorizim, por është vepruar me realisht autorizimi nuk është prish, autorizimi që unë me kry punë për ta, ka vazhdu deri fund që të bëj kontratat me këtë autorizim. Mi po ka gatruar të tjerët në tjerë për një para kontratë që në fillim ka qenë për pjeka ime më shpejblejot për shkaplas mundësi ka kapacitet financiare dhe është prish. Përveç është vepruar sipas autorizimit me plot kompetenca që ka pas me tyre edhe është realizuar shitja kredi edhe i kanë marrë parte çdo zonë pa në fund. Cila është lidhja jote me pronarin e Autosallon Alberti? Po lidhja kjo nga angazhuar që me ky atë punë që ka pas një obligim prej 200.000 euro ndaj Autosallon Alberti. Kjo më ka thonë që aty ku marrë vetura, ju kam obligim në shumë 200.000 euro edhe për këtë shumë kam vendosur me të angazhuar që me ma po shitjen me e këtyre banesave edhe titulat boqit. Sa kanë më qitë asë që ka interesu, po veç me shto gjartë banesa më krye obligime. Paret, ju Alberti, që shak një përcjell Autosallonit? Përmes kontos? Paret janë dërzhundor se në atë kohë kom pas agent qëtë, për në kom punu që si të ju vite për e jam ka. Personi i tretë në këtë ngjarje është Skender Bajrami, i Autosallonit Alberti. Ai nuk është përgjigjur në telefon dhe në email, ndërsa avokati i tij Haxhi Dërguti, i cili për një kohë të gjatë ishte kryeprokurori i prokurorisë së apelit, na ka dhënë një deklaratë të shkurtër.
Përshëndetje ndru. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa për thras prej kallxo.com. E dashta me të kontaktu në lidhje me një klient tonin Skender Bajramin. Po, Skender Bajramin? Po, një akt akuz në Ferizaj që e ka. Për... Ska më deklarua akt akuzën a ke po? Po. Ani? Po dashta me marrë komentin e ju prej teja ose prej Skenderit. Nuk kam asnjë koment, se s'kam autoritet prej pare, s'ka sa koment. Po këta, Po. është problemi. A mundesh me pyet ato, mos po dënaj vetë me fol. Jo, të thirrë vetë, ajo është njëri që është komunikative dhe të ka. Po e thirra po telefonin mshele ka, se di pse si bani për sa tjerë. Sa di unë nuk u kon në Kosovë, po tashti nuk e di. Kështu që s'moj me deklarum, të kërkoj falje. Faleminderit shumë këtu. Ne kemi tentu me marrë një koment edhe nga avukati i Sali Sinanit Genc Humolli, por ai nuk ka dashur të flas. Allah, Avukat, përshëndetje. përshëndetje. Jam Behar Mustafa për thras prej kallxo.com. Me një akt akuz për 4 persona për fajde. E di që Sali Sinani nuk është në këtë rast. Ira veç me marrë një koment qysh është rasti i tina ka në Ferizaj. Do me thonë, se Sali i përmenet në akt akuzën e këtyne, jo në akt akuzën ku ai e ka pranu fajsi.